Ajo që kisha frikë që ndodhi. Unë këtë kam parashikuar. Se biles një miku im nga thonë që ka profetike. Njëri thoshte qytet në Po pra, dhe unë kur e rriti gjova, miqvet mi diçka i thash. Thjesht jam njeri normal. Pra një njeri që ka sy. Po dhe politikanë vetëm në tokë. Dakor, pikërisht pra, që ka vesh sy dhe jeton jetën e përditshme, do të kuptoj se ku të shkoj gjëja. Pra unë nuk kam qenë kurrë në jetën time me këmbë përpjet të ngritura. Mund të them do të dy shifra tjera aty. I kam thënë që Peqin, Beq, Sarrik, Gramsh dhe që janë të deklaruar edhe në media, që diferenca me numri i votave që të marrë Partia Demokratike të katër bashkitë të cilët i mburojnë do jetë midis 10 dhe 12.000 votave dhe doli 10.600. I kam thënë edhe drejtuesit të Elbasanit, edhe Blyg Bashi që humbi mandatin, dhe të tjerë që kanë, i kam thënë që luftoni sepse shkon 10-4 pik që gjithë toni ose edhe eksponent të Partisë Socialiste që është njëri bile ka përmendur je i çmendur, është i pamundur që të ndodhi. Po se unë do të ndodhi, edhe po ju garantoj që do të ndodhi. Do ndodhi. E pas ke njohur më mirë se një patronazhist terrenin duket. Po se di pse e njoh fund ti e njoh sepse ky telefoni im s'fiket kurrë. Ky telefoni im mirë nuk e njeh fjalën, mirë the gjum, maksimum që bëjnë le me dridhje. Po kur, pra nuk le kur pa përgjigj, numër pa numër, me screenshot, me telefona, mesazhe, me bullallëkun tim përpiqem të gjenem, të begenis, të respektoj. E kam thënë numrin tim publik edhe mu mbien telefona nga Shkoda, nga Peshkopia, nga Burreli, nga Shteti, nga Australia, nga mbien aty, se numri im është publik, edhe kam deklaruar, edhe emigrantët e kam deklaruar publikisht. Pra kjo është ajo të cilë të bëj dratë parë politikani. Unë kam thënë që këto duhet të jenë edhe politikan, hem nga ekster, hem hajdut, hem kurvar, gjithë zban. Po, i dorë në ca, apo jo? Se që të një unë edhe që ta them edhe pse ka ndodhë kjo. Kjo ka ndodhë sepse me 3 korrik të 2005-ës ne kemi patë garë më të vështirë të jetës sime, se tjerë pasës më dukshin si buk me djathë në kuptimin sepse mësova. Hera e parë. Unë vije nga prokuria përgjithshme drejtor, në prokurit përgjithshme, edhe po të them që më bë pëshman, edhe mbasi Berisha me gjithë to tjera PD-s më kërkuan që të kandidoja. 3 herë nuk pranova, nëse ti pranova, dhe të gjithë komunat, 6 komunat, bashkinë, gjithçka e kishe PS-ja. Gjithçka, s'kisha asgjë. Më ka thënë që domethënë ata më votuan mua se jam që kur vajta unë atje, 2 javë të para, me besonin 2 javë të para nuk pranonin, ne më të thonë çdo tu. Tregoj një kuriozitet shumë të bukur. Fshati më të largët që kemi ne kemi Cacabezën, që është kufim me Petrelen, që kufim e Tiranës, dhe kur kanë vajtur më kujtohet me 25 qershor të 2005-ës, vajta bashkë me 2-3 bashkëpunëtorë të mi, sepse shkum kam, sepse nuk shkota së makinë, asaj llogariti, as PS-ja, as gjë s'kishte bërë rrugën as gjë të tjera. Dhe kur kanë vajtur atje, sa i pash ato herë ato gjithë më shikoshin sikur do më hanin, në kuptimin e thotë, aty një dyqan me porteka, po i themin me ato, që kishte birra Tirana, ato luckat, kështu thotë, luckat e birrës. I thashë ti të jepin ai birrë dhe pasha sa kishin ardhur nxehtë, kishin ardhur nga puna çka të lodhur. Po të dobët, raskapitur, e parasysh pa paraqituar njëri, më kupton? Jo, po, i 20 vjet përpara. Po, i thash gëzuar, i thash birrën, pije 10 që të pinë ato. E pinë ato. Para me hek sepse kishin ardhur në punë, lodhur shketët. I thashë bie edhe një tjetër. Kur vajte gjysma dytë thanë, "Ore nga jeti, filluam atë me bilbezuta." Kastila e bëri gjë të tillë që të kuptojë që krijesh një raport miqësor, dhe nuk e harroj. Pastaj që birra tretë filluan më njëri nga ato tha mua, "Çfarë do ti këtu më dha? Mos hajde këtu, këta janë votat e Partisë Socialiste, gjithë." Edhe disa do rezultate me 3 korrike? Sa thuti? 419 vota më dhanë ata. Ja. 419. Birrat I pinë votat si plan. Dakor, 419, por ama pastaj në 2007-ën, zgjedhjet vendore, gjithçka, dhe deri në 2013 pastaj kur ishte në mbrapa, raporti u ndryshua prapë. Pse? I bëra rrugën, I begenisi, hapi telefonin. Pra nuk ka popull të keq. E vërtetë është. Ka drejtues të keq. Vërtet. Ka njerëz të keq. Unë I them gjithmonë, ne nuk kemi mundësi ose është pa imagjinuar se nuk ndrohet populli, do ndrohen njerëzit, do ndrohen drejtuesit. Pikë, kjo është zgjedhja. Kam qenë në një përkujtim të themelimit të shtabit përgjithshëm, në mos gabohem, në 2014, o 13, në 14, dhe në Labinot. Labinot Mal. Po. Aty më nxorën flamurët me drapëret që kanë. Po, që kanë pas. Domethënë, aty janë zonat majta, duhet vetëm ndonjëri që t'ju haj zemë, po, rasti tjetër tani, në 2021, në fshatin tim, në komunën time ku jam lindur, jam rritur unë, ku jam shkolluar, unë e mundem Partinë Socialiste në 2021.
me 250 vota diçka të tillë përpara. Tani në 2025 i ka unë në fshatin tim 35 vota mori PD, nga 400 ca vota me 35. Në një kohë që 1200 vota gropa minus tani, nga plus 250 minus 1200. Do të thonë është ajo teoria që po të varësh xhaketën ti e merr votat, po të gjësh xhaketën ti e vota. Jo, po pikërisht, po jo. Ka një gjë që me besoni për këtë. Partia ka 50% votave. Po i daj 50-50, të tje sigurt. Sepse unë shikoj në 2005 dhe ka matët, edhe në 2021 vota preferenciale. Në 2005 ka qenë sistemi majoritar 100 vota, më falë 100 vende dhe 40 proporcionali. Edhe votoj edhe për partinë dhe këtë. Dhe partia mori 3.400-500 vota diçka të tillë, unë mora 10.500 vota. Pra me gjithë votat e partisë, pra që bie rreth 7.000 vota, janë vota personale. Të njëjtë gjë u reflektuar në 2021 në vota personale, me gjithë votat pa vlerë shkova 9.000 ca vota. Në një kohë që tjerë, po kolegët e mi, po aty me zor kalun klasën me 2.000 vota, me 500 vota. Pra individi dhe partia do të puqen, do të gjesh rezonancën, dhe që ta bësh të mundur që të maksimizosh votën. Ndryshe, sepse diçan thonë shatarët e tjemo. Orë deputetët e mund kam ka hallë lopës sime, thot. Mos pas zgjidh as Berisha, as lopën, as problemin e lopës e Edi Rama. S'takoj dot. Ty do takoj, thotë ai. Pra edhe nesër nuk të vetë trokasi ke Sali Berisha apo ke Edi Rama, që është kryeministër. Po të trokasi ke deputeti që ka aty. Pra është hallka lise e elektoratit, me qeveri, me problemet të tej. Dhe telefonit ai ti do i biri, ai aty e gjen. Aty er bie ditë që ka mentalitet thotë, nuk ta jep votën, po se kërkove më dha. Sepse që për fyrje. Por do të më kërkosh atë vëllai, që t'ia dish për nder. Kështu funksionon psikologjia. Dhe unë këtë kam gjetur, unë kur jetën time kanë votuar, sepse kam plot bashkëpunëtorë që thoshin mos i respekto këtë se të ka votuar kundër. Ai thotë, "Ka votuar këtë herë, do votoj herë tjetër, s'ka detyrim vëlla. Këtë s'ka pëlqyer mua, herë tjetër do m'pëlqej." Pra ai ka është i lirë zgjedhji. Ti, si drejtues, si militant, që je në kuptimin drejtues, që je përfituar nga pushteti, ti ke detyruar të japësh asaj partie pas SPD-s. Kurse ai është i lirë, i herë ndej, këtë nuk pëlqeu të herë sepse ka punuar mirë, herën tjetër më japi këtë herë se nuk pëlqej fytyra e tij. Pra kjo është ndarë. Po qëse ti i thua një herë e godet votuesin, ke marrë fund. Kur se zgjedh llafin e keq për votuesin, po kur se ngrej zonë në herë, po kur nuk e ofendoj në herë. Kur. Do një rast tjetër, për shembull. Unë isha me diasporën në Itali, kisha arë nga Italia dhe isha shtrirë i vdekur për gjumë dhe mbi telefonin në ora 2 pa qere ke mbaj me si sot. Po i vdekur ngjosha, çka ka ndodhur te vdek njëri, hapë telefonin, unë ishte njëri, tha, o deputet, tha, po vetë të marrë vllai i ri, tha, ka dalu policia këtu, tha, për makinën, tha, çka. Natë me drita gjata, tha. I thashë, më mirë të lutem, dole ai polici, o shef, i thashë, të lutem se gjunafi shkete marrë. E lejo, se s'kishte bënë gjë në shkelje për drita gjata, ke thysh. Maroj, mas 20 minutë, mas 30 minutë, kështë harë vllai, mori telefon prapi. Faleminderit, thaj vllai, herë e parë bërë mirë, po herë e dytë thashëm prap zgjovën e gjumit. Pra unë hap telefonin prap. Kjo është historia me njerëz. Begenisë me respekt, se ai e di që si mbaron do të hallet ti më për sukushie. Tu jam mbreti kryeministi i vendit. Por ama ti po respektove, po e begenisë, po i qave hallin, po e drejtove rrugën, mbaroi puna. Kjo është e para. Shqiptarët duan respektin. Është normale. Si shpima por ide. Kjo ishte defekti listave të Berishës? Dëgjoj, rasti tjetër, merr Durrësin. Bëri listë mirë Durrës. Igli Sara ka pas koleg që në 2009. Erbil Bashi është bori but, pavarësisht problema, Erbil Bashi, njëri i mirë, politikan i qetë, që temi të qartë, Luku, që kishte emra të mirë, dhe mbajtën 8-6 në Durrës. Që do të thotë pra një vend me listë mirë, po pse që ka më i vështirë Elbasani, jo. Durrësi bites është më i vështirë sepse është më konglomerat me prurjen e gjëra, ne jemi më venali në Elbasan, dhe ne ishte lista e mirë në Elbasan. Me mua, me Zheni Gjegjen, sepse ta thash edhe herën e kaluar që do të kujtohet është hera parë që komuniteti i krishterë i papërfaqësuar në Elbasan. Rëndom të dëgjojnë që themin e popullore të Elbasanit janë çopet e lagjes Skala, të lagjes Shinkoll, poshtë ke kryqëzimit Sarrikut, që ke pasur ata në qytetin 12 që ka Turqisë që janë mendjet, ato janë mendjet të Kalas papërfaqësuar. Është të mërshme. Pra kjo për një listat mira do ishim 8-6, se nuk e mundi personim, nuk e mundi, që një herë dori 7-7 aty. Se më di, jo zemrën kështu, edhe pranoj, edhe po të isha në 4 bashki, po ta garantoj, 100%, diferenca PS, PD do ishte 3.000 vota favor PS-s. Peqin, Belq, Sarri Gramsh. Tani vajt 15. Kaq është si është kjo punë.
Ka që thjesht. Numrat me rrejt. Themi gjë tjetër. Vota ajo zyra e PD-s në Cerrik, besoj që ke marrë informacion. Po, e di, ja. Ishin materialet e mia, kompjuterat e mi. Unë e përkëto, s'kishin zyrë çketet, i mora zyrë, i pagova zyrat, e ty në vene tjera, i pajisin me materiale, me gjë përpunuese gjithë njerëzit gjithashtu. Sa që janë, ai doli kandidati, e bëjmë ne po deshe si 2021 ju. Po pra, e dëgjova pak. Po gjatë komplet. Po që unë e dia, ma kishte thënë radhën e kaluar që e kam pajisur zyrën, domethënë. Po si mund të dalë? Po ti do të kafshosh gjumë përpara se të jesh fjalën. Se ti nuk je më individi. I them tyre. Unë kur flas, kur shikoj, kur dëgjoj, kur bëj deklarata, mendoj që mbas meje ke 10.000 tjerë. Peqinit, jo të qytetarët të votuar. Ka qenë penalizuese deklarata e Alizotit kur tha do t'ju ham gjallë. Në një zonë që njihet si zonë paqësore, si bashkëjetesë. Do më dëgjosh mua dhe vatë vesh miku im në kuptimin e mirë të fjalës. Një ndër arsyet që ne humëm zgjedhën 2021 ishte ngjarja e Elbasanit. Unë kam qenë i pari që kam thënë kolegë mos si tash. Pse? Më fali, do të më beso. Unë miq më të mirë i kam nga Veriu. Sidomos Shkodran. Kam i tuf Shkodran. I tuf. Kam kuksi gjallë shkolla, gjithë kam pas një. Kam dhe nga jugu, po pak krahasu me ato 3 fishe, 4 fishim. Po disa fillon njerëzit thoshin, mos na u kthym prapë malokët. Pa pushtet çfarë na bëjnë? Imagjino të marrin pushtetin. Është shprehje që çakullon rëndom. Kjo është e tmerrshme. Nuk do të jetë kjo ndarje. Mua më kanë thënë që ai ka qenë djalë shumë i mirë. Nuk ka lidhje ai. Po pra. Nuk ka lidhje ai se ndodhi ajo, nuk e gjykoj fare çastin e gjithë fare absolutisht. E ke të drejtë. Edhe votat që është turpje që po them unë këtë lloj forme, se votat 450.000 vota, 458.000 kemi në jug votat. Partia Demokratike nga shkumini e poshtë 2021, na kupton? Edhe tani. Por një pjesë e elektoratit që lëviz, që kanë ndjeshmëri, grija, nos ky fenomen dhe po i thej do të ha. Siç e thashme sot të Ramas, mbretit, po thashme me humor, me qef, që do të ha zemrën o mbreti im. Po t'ja thush kështu. Po t'ja thush do të ha me seriozitet. Po që do ha, mbaroj. Ai tjetër hypën e ide si kanibalët e gjujmë grush të shoferit të gjëra të tjera. Ai tjetër me tja rrif ndipër në mënyrë tjetër. Ai tjetër sot e bëjmë si 2021 jume që du vrasin prap. Ue, kupton ti çfarë efekti japin këto. Po kaq e ndam të mirën nga të keqja. Aq më tepër në një zonë vendalisht që thotë një tjetrin ku një imazh dhe një ideal. Si ka pason gjyshi jot, gjyshi im gjithë, ose gjysha jote. Gjua rash nuk ka, po rash put. Vërtet. Shëron më vëllai.